Gjykata e posaçme dënoi me 4 vite burg ish sekretarin e Ministrisë së Mjedisit Alçi Bllako për akuzën e korrupsionit. Për shkak se procesi ndaj Bllakos është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, ai përfitoi ulje dhe u dënua përfundimisht me 2 vite 8 muaj heqje lirie. Në të njëjtën kohë, Bllakos ju hoqi drejta që për 5 vitet e ardhshme të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Në seancën e kaluar, prokuroria e posaçme kërkoi gjykatës dënim me 5 vite burg për Bllakon për akuzën e korrupsionit në lidhje me procedurat për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Sipas hetimeve të prokurorisë, ka rezultuar se Bllako është i përfshirë në të paktën 2 raste korruptive, duke përfituar rreth 200.000 euro për të favorizuar biznesmenët Klodian Zoto e Mirel Mërtiri mbi procedurat për ndërtimin e inceneratorit. Në lidhje me dosjen e inceneratorit të Tiranës, në një tjetër proces po gjykohet ish ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe 10 ish zyrtar të tjerë të Ministrisë së Mjedisit dhe Bashkisë së Tiranës për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Bllako është dënuar më herët me vendim të formës së prerë për inceneratorin e Elbasanit me 2 vite 8 muaj, ndërsa për inceneratorin e Fierit, çështja u rikthye për rigjykim nga apeli në shkallën e parë.